kthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu në shesin e fjalës së mirë këngës së Biko. Do të vij sonte këtu për të promovuar këngën e saj. Zonja e Zotri, një zë absolutisht i dëshmuar për vite të tëra, i jashtëzakonshëm në botën e muzikës popullore. Vjen sonte për ju, për ne, për të gjithë, Afërdita Selimi. Afërdit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si Afërdit? Mirë, faleminderit. Si kalon? Mirë, nuk është keq, mirë. Në asnjë mënyrë për vitet me të pyet sa vite i kishe spytë femra për vite. Po në botën e muzikës sa vite je? U bon gati 20. Gati 20? Gati 20 vite. Se t'ja 5 vjeqare fillove me kënua? Jo, be nuk është ashtu, po. A nuk është ashtu? Mirë, po jo, nuk është ashtu, 20 vjetë, po, 20 vjetë me dasma, me mbramje, me gjane, po. A e ki trashëgimi kështu, ka këndu dikë? Me thonë drejtën a im jo që kam trashëgimi Ka nona, ka baba, ka... Po nështa pak ka nona, se nona vjen ka ona e Dukagjinit, ata gjithmonë i kanë dashur muzikën, e kanë dashur, nështa dhe aty jam e ku marrë se po. Mirë po, ma shumë dëshire janë me gjithmonë me darë, këmë dashë skenën, e këmë dashë muzikën, edhe e fillove kështu. Do më thanë, këndoje heret, edhe si fmi, të thonin po këndon? Si fmi, nëse të folëm, kretë thonë në për shkolla, unë e kom fillu në luna për dasma, në për familjar, kur u bëjshin kështu me depit i bi mirë. Do më thonë, kjo është arsyeja që mas një veç kom fillu me hec, mas një u martova, një kohë shkputa, mas një kohë prap ju riktheva dhe jam shumë e lumtur, kam njerëz që më dojnë, familjar, dasma, mirësh. Kusht ka suportu, kusht kam shtetë? Vllau. Vllau, a? Vllau edhe burri, mas ne bashkëshorti. Edhe burri bashkëshorti. Ama që me madhon dorën që thojnë, është vllau. Kamën e marë, kështu? Vllau, mentori cili është në Zvicra, i gjithmonë. E që i të falenderit. Bashkëshorti që që? Bekim, ke bërë mirë. Sa gjëna ky zë i bukur me pas vazhdu, mos me këndu. Me thonë drejtën, kur e kemu mjoftu Bekimin, kemi pas folë, Bekimin e po martohem, mirë po muzikën, të premtoj që kom më të bështet herdo kur, edhe kështu ka ndodhë edhe kështu ka hecë. Edhe fëmijët tash janë bojë, janë rritë, edhe atë, po i kom dy vajzat. Qa thonë fëmijët për muzikën tënde, se ta ata generata të reja? Normal, ata e dojnë tjetër muzikë, mirë po e mbështesin, dojnë, kritikojnë dikun ku nuk ka se, po i kam shumë bështetës. Janë të rritur? Po, në dy vajza një djallë, janë mosha 24, 22 edhe 20. Mija, a thonë një herë, mamja, po provon një hip-hop R&B, a Jo, se e di shumë mirë që mami nuk është asaja se mami është e muzikës popullore, se jo më rritë edhe me muzikën popullore, kam edhe këngë tua që kënoj të mirijes. Pa ne për dasma, pa i këndojmë këngë të njeri tjetrit të gjithë. Belem këngën, këmë ta marrë, lafe, kishe pas vetëm lafe. Këta këmë ta marrë me këndu së më pëlqenë shumë. Realitet është këngë tjetër kujtë, po këngë shumë e bukur. Ama shumë e mirë. Unë jam ora ti, merë dhe ti vazhdojën. Falemderit shumë. Fjallë vetëm fjallë, a? Shumë falemderit. Këngën që po promovojmë sonte, quhet? Bipot për cilëm, është një këngë tamam për vajza që tash këtë verë i për cilëm, të cilat i shfrytëzojmë rastin edhe i përshëndesim, i urojmë fat. Është këngë që e ku marrë prej tekstursës Hyrije Mustafa e Shkupit. Muzikën e gjithë qka ka bo Studio Gjeni në Shkup, të cilin e përshëndes e ka bo një bëndë të njëshme. Orkestrimin e ka bo Sabine, që gjithë qka ka shku në përmes Gjenit, Studio Gjenit, pra në Shkup. Jam shumë e knaqën. Je knaqën? Jam shumë e knaqën. E ke bërë klip? Po e kom bë, ku realizu në Prizren aty edhe ku kom lind. Se jam e Prizren kom lind. E kom bë, besoj që këto 2 ditë vetëm se del. Prizren lije? Po, Prizren li. Prizrenase? Kom lind Prizren edhe këdeshta me bë klipin në Prizren. O, Prizreni jonë. E këndon në njëre? Ka njerë, po. Ka pas rast që e këndoj, po. Me kanë bashkëpunon shtu në përgjësi ma shumë për? Unë jam kam edhe kolegë, jo me pamvarne, mirë po e kam orkestrën, do më thonë, nëse dojnë të edhin që shkon kjo punë, nëse vrasin me orkestrën, nëse vrasin të me sint, po jo me pamvarne. Kombinohemi. Normal kjo është kombinohemi. Për shkak të kërkesave të shumta, të rritjes numrit të këngëtarëve, ka gja përna shkon si të pa të bon.
S'ka tjetër, s'na ka me tjetër, nuk na ka me tjetër. E po bukur shumë. S'na ka me tjetër, po rëndësi inshallah kemi shëndet edhe... A ke bërë shumë këngë? Jo shumë, me thonë drejtën, po nëse të folim kështu real, është kënga e parë me tekstin, që është teksti imi personal. Bukur, a teksti juaj. Po, bukur shumë. Edhe... Jo, mos të habitem, teksti është i hyrijes. A i hyrijes, po. Mirë, po temen e kom lypon. A temen e ke kërku? A, ta sharojmë. Po. Që kam the? Mos më pyet shumë se s'kam qef me fol, ma shumë kam qef me kënu, a? Po ti po flet shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit mirë, po nuk është vetëm që unë në shta flas, po jeni ju që e jepni këtë komoditet me undija që mira, që rahat, edhe në shta dhe fjallë dalin vetë. Po mundohemi me dhënë komoditet edhe ma shumë, me nasjel zërin tënë të bukur, këngën tënë të bukur, melodin tënde, ke e fmi 2 vajza? 2 vajza në ideal. E në ideal. Në ideal. A i ke përcjell vajzat akoma? Jo, na jem jo, hala nuk i kom përcjell. Ani mos u gut. Jo, as pak se janë me shkolla, janë me puna, janë me gjana që nuk kanë hala atë farmendimin e kësaj pune. Po kur e këndove që atë thanë ato dyja? Kur e këndova, kun ndjej shumë emocion edhe i kum thonë se kum pas dëshirë me metë kujtim për ju. Se të kap është një farë emocion, frige. është emocion. Edhe këto kanë më shku një ditë, ha? Është shumë e vërtet. Ku të shkojnë? Po e bukra shkojnë, vinë. Edhe kënga thot derën e ki qelë kur të ve. Kudo që të shkojnë derën e kanë qelë. Gjithmonë. Edhe juve, Afrodita, në botën e këngës, derën e ki qelë. Ja ki qelë vetë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Skena për ty, dorë trokitjet e botës kemi në të. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Na jem knatësi. Afrodita Selimi, skena për ty, kënga, bipot për cjellim. Edhe ne kena me të përcjell me shumë dashuri. Faleminderit shumë. Afrodita Selimi, skena për ty. Shpresoj që kom ju pëlqyer. Faleminderit. Patjetër. Faleminderit. Nga shtëpia kur
jashtëzakonshme, një freski shpirtërore në këto ditë vere. E po, ishte kjo e tëra. Plani mirë, ndroni bukur dhe zgjohuni në pace, kudo që keni Zoti ju rujtë dhe kokë. Natën e mirë, ju pasi një javë tjetër.